Prishet raporti mes Benitës dhe Londrimit. Lëvizjet në rrjet ndezin dyshimet. Pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova, fituesi i edicionit të 4, Londrim Mekaj, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Gjatë qëndrimit në shtëpi, Londrimi dhe Benita Zena nuk kishin miqësi. Përkundrazi, ata ishin kundërshtar dhe shpesh përballeshin në debate. Marrëdhënia e tyre ishte kryesisht lojë dhe pozicionin brenda garës, jo afrim personal. Megjithatë, pas përfundimit të spektaklit, një detaj në rrjetet sociale ka nxitur diskutime. Londrimi nuk e ndjek më Benitën në Instagram, ndërsa ajo vazhdon ta ndjek atë. Ky veprim ka mjaftuar që ndjekësit ta aludojnë për një ftohje të mëtejshme të raportit mes tyre. Në të njëjtën kohë, Londrimi ka fshirë të gjitha fotografitë nga profili i tij në Instagram. Një lëvizje që shumë e kanë interpretuar si një fillim i ri pas eksperiencës në Big Brother VIP Kosova. Duhet theksuar se në shumicën e rasteve, marrëdhëniet mes banorëve pas mbarimit të Big Brother ndryshojnë. Brenda shtëpisë shpesh thuhet se debatet janë lojë dhe gjithçka mbetet aty, por jashtë dinamika është tjetër. Disa raportet forcohen, disa zhduken krejtësisht. Në rastin e Londrimit dhe Benitës, nuk bëhet fjalë për prishje miqësie, pasi ata nuk ishin një të tillë brenda shtëpisë, por duket se rivaliteti i lojës nuk ka marrë fund as pas daljes. Deri tani, asnjëri nuk ka reaguar publikisht, dhe derisa të ketë një deklaratë nga ta, gjithçka mbetet në nivel aludimesh. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.